Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Ekonomia që duam. Sërish kemi zgjedhur një temë që është në shqetësimin e përditshëm, dora e fortë e qeverisë kundër informalitetit, diçka që e përshëndesim të gjithë si qytetar, por nga ana tjetër duhet të shikojmë edhe gjendjen në cilën shumë biznese, sidomos biznesi i vogël i vendit, ndodhet me këto kontrolle të njëpasnjëshme me pikërisht këtë dorë të fortë që përmendëm. Dhe kam nderin të kem sonde në panel dy ekspertë të njohur të fushës dhe pikërisht profesor doktor Agim Binaj. Profesor Binaj, mirë se ardhët. Faleminderit. Ekspert i njohur i fiskos shqiptare, ka gjithë jetën që merret me këto probleme, dhe një ekspert relativisht i ri, por edhe ai me shumë ekspertizë, me shumë njohuri edhe për rregullat e taksave ndërkombëtare apo për sistemet të ndryshme të taksimit në vendet të fqinjme ne dhe në vendet e tjera të zhvilluara. Dhe pikërisht doktor Olton Rumbullakun, zoti Rumbullakun, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma. Për më tepër, le të ndjekim një insert parë që kemi përgatitur për të temë që kemi zgjedhur sonte dhe do të vijojmë bisedën me të ftuarit tanë. Qasja ala reform energjetike në detyrimet për shtetin, që kanë mbi 67.000 sipërmarrës të vegjël dhe të punësuar në Shqipëri, është ajo e durë. Ashpërsimin e përkohshëm në maksimum të disiplinës fiskale e kanë bërë shumë vende të tjera para nesh. Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 1934, Italia në vitin 1961, në kohën e bumit ekonomik, Irlanda në vitin 1973, Argentina në 2002 e me radhë. Madje dorën e hekur të shtetit me ekonominë informale e kanë provuar dhe fqinjet tanë në Ballkan. Serbia për 4 muaj në vitin 2000, kur buxheti i shtetit ishte për tokë pas luftës me NATO-n, dhe Maqedonia në vitin 2001, pas marrëveshjes së Ohrit. Mirpo, me aksionin e qeverisë sonë për forcimin e disiplinës fiskale duhet bërë shumë kujdes. Vjetëfishimi i gjobave mund të falimentojë një pjesë të bizneseve të vogla, nëse ato gjobiten pa kriter. Përpjekjet për kufizimin e informalitetit mund të sjellin një rezultat të komprometuar. Veprimi i kontrolleve dhe presioneve tatimore mbi aktivitete modeste, por të shumtë në numër të tillë, rrezikon të mos jap kontributin e shpresuar në luftën kundër informalitetit. Biznesi të vogël dhe sidomos të vetpunësuarve u duhet dhënë kohë e mjaftueshme të formalizohen. Jo vetëm pse janë me dhjetra mijëra aktivitete, por edhe sepse përbëjnë sektorin që siguron punësimin më të madh në vend. Vështirësitë me të cilat mund t'i përballë aksioni anti-informalitet rrezikojnë të shkaktojnë kosto të rënda shoqërore. Për këtë arsye, disiplinimi fiskal i kësaj kategorie nuk duhet bazohet vetëm dhe thjesht në kontrolle, gjoba, sekuestrime malli, por edhe në këshillime, lehtësira të ndryshme, programe ndihme e shtrirjen e plotë të dorës së shtetit. Profesor, se ndërkohë edhe po diskutonim, pam insertin e parë, kemi vështirësi në fakt të bizneseve, momenti qepenave të mbyllur, do shta është dhe do me thënës, juve si e shikonin në këto 6-7 javë të para të këtij aksioni tërësor qeveritar për kufizimin e informalitetit? Tash duhet jemi realist që plaga e informalitetit në Shqipëri ishte majisur kaq shumë sa nuk mund të mbante më. Pra kërkonte një operacion të shpejtë. Një bisturi, të themi. Një bisturi. Por dhe unë jam dakord me këtë mas që mori qeveria, edhe për krah, biles edhe në atë aktivitetin tim të kontabilitetit dhe auditimit, mund të kenë ardhur 3-4 kontrolle deri tash, që është normale, por problemi është që po që s'kanë qenë përpara? Jo, kanë ardhur më para, por tash kanë ardhur më shpesh. Tash unë nuk jam kundër kontrolle dhe as nuk e bëj këtë që të mos vi kontroll. Kontrolli të vi sa ardojë, detyrë shtetit të kontrollojë, këtë rol ka, nuk kam asnjë kundërshtim, le të vi, por problemi është dhe unë këtë kam ngritur edhe në ca emisione të tjera, që nuk ka asnjë të keqe, sepse evazioni fiskal në Shqipëri nuk u krijuar në një ditë. Ne kemi 25 vjet, normalisht, që zhvillojmë aktivitet në kushtet e një ekonomie të lirë,
jo një ekonomi të centralizuar, ku çdo gjë është centralizuar nga shteti, siç ishte para viteve 92, por tash kemi një ekonomi të lirë. Mirë, po kjo ekonomi e lirë, siç na mëson edhe i madhi Adam Smithi, thotë që ka rregulla loje. Ti duhet përcaktosh rregullat e lojës. Pra një ekonomi e lirë me rregulla loje. Do thotë ekonomi e lirë me rregulla loje, në veprën e tij të famshme Pasuria e Kombeve. Do thotë që unë të kem ca rregulla. Shteti duhet ketë, sepse ne e dimë që në kushtet e një demokracie të lirë, shteti ka rol të tërthort. Atëherë shteti vendos disa rregulla loje. Tash në këto 25 vjet, ai kemi vendosur ne rregullat e lojës. A kemi kërkuar zbatimin e tyre? Pra, duhet ta shikojmë në këtë këndvështrimi problemin. Do me thënë, sepse dhe këta njerëzit e mëdhenj, ja le të më korrigjoj dhe profesor Rumbullaku për këtë fushë, sepse ky është tamam pedagog që jep probleme fiskale, unë jap problemet e kontabilitetit, por që kuptohet kontabilitet pa fisk nuk ka, sepse ka dhe teoricinë tjerë që ata që merren me kontabilitet nuk e njohin fiskun. Kjo është e gabuar, sepse në fundit një nga detyrat tona është që ne të konsultojmë biznesin për problemet fiskale, sepse legjislacioni ndryshon, ne jemi detyruar të jemi në brendësi të këtyre problemeve dhe të japim atë konsulencë. Ka ndryshuar shumë shpesh. Ndryshime ka, kuptohet, por ajo që doja të thoshja këtu, doja të thoshja që në qoftë se një vend, për shembull, do të vendosë sa rregulla loje ose një legjislacion, një politikë fiskale, ai duhet niset nga dy faktorë kryesor. Paktën këto janë eksperiencat e vendeve tjera, se ne nuk po bëjmë një shpikje këtu. E para është një shkalla e kulturës dhe shkalla e zhvillimit. Do me thënë, në shkallë kulture jemi ne. Atëre duke lidhur me këtë që po thotë në Shqipëri, që thash unë nuk jam kundër dhe jam për atë që të vendosë rregulla loje, dhe unë ndihem sa më mirë kur ka rregulla loje, punoj më i qetë kur ka rregulla loje, dhe unë këtë detyri kam në vetes që kur kam hapur këtë aktivitetin tim, që me shtetin të jem në rregull, të zbatoj, të paguaj detyrimet, mos kem problemet, deklaroj punonjësit, mos kem evazion, etj. Pra, ajo që është këtu është sepse një kaos, siç na mësonin këta korifejt e lashtë të Greqisë, nuk mund ta kthesh në një rregull brenda ditës. Pra pikërisht unë jam kundër kësaj. Dhe Piles e kam dhënë hapur që nuk jam për aprezalje. Piles kam treguar dhe mënyrën se si mund të bëhet. Dhe u mendoj që në rrugë e sipër disa gjëra janë korrigjuar. Për shembull, cila është korrigjuar? Sepse në fillim u tha që po gjeta mallun pa dokument në market, në mini market, unë do ta sekuestroj. Do vesh në burg. Dërsa deklarata që lëshoi kryeministri para disa kohësh ishte që të vetë deklarojnë. Pra, kjo është rruga, vetë deklarimi. Pse? Sepse duhet, si themi ne kontabilistët themi, duhet i heqim një vizë kuqe dhe i themi stop, deri këtu ke ecur kështu tash, këtë tutje do ecësh ndryshe. Pra, kjo është forma. Unë them që dhe biznesi e kërkon këtë, por nuk është vetëm kjo tash, nuk mund të fillosh tira prezalje me 500 grupe tatimorësh. Unë them që e para gjë këtu, edhe unë për shembull kur marr konsulencë në biznes, të para gjë që kërkoj atij them, çfarë sistemi ke të vendosur? Dhe nuk filloj asnjë kontroll, nuk filloj asnjë inventarizim, por rregulloj sistemin. Pra vendos një sistem. Dhe sot për shembull teknologjia e informacionit ka arritur shkallë. Por ne kemi 2 vjet që kemi vendosur një sistem që janë paguar 12 milionë jo nga qeveria, që nga qeveria e parë, dhe akoma ky sistem nuk funksionon si duhet. Pikërisht, doktor Rumbullaku, profesor Binaj përmendi reprezalje, përmendi nuk mund bëjnë të gjitha gjërat sa hapen mbyll syt brenda 24 orësh, pas një kaosi më shumë se 2 dekada gjysmë. Mendimi juaj? Po, në fakt, sistemi fiskal kërkon një përmirësim gradual dhe kuptohet që ajo që unë paktën kam vënë re këto vite është që ky përmirësim nuk ka qenë me ritmin e duhur. Pra, mund të kemi pas një përmirësim gradual, po jo që kishte atë intensitet që të cilte një situatë tani më që nuk ishte më nevojë për një situatë, një fushat të tillë. Kështu që edhe nëse e shohim nga shifrat makro, edhe nëse e shohim nga konkretisht nga zbatimet e tatimeve të veçanta, përmirësimi gjatë këtyre 15 vjetëve është relativisht i vogël. Pra nëse e krahasojmë me vendet pra më thani nuk mund të prisnim më. Ishte momenti që duhet ndërhyr reformë. Duhet ndërhyr reformë. Madje ne kemi profesor Binaj e tha atë që un jam për kemi pas raste bisturi. Për shembull perceptimi im është që kemi pas raste për shembull ndoshta nga viti 2007 ose 2008 ka qenë një administrim
fiskal pozitiv në përmirësim dhe pastaj ndoshta filloj prap një lloj degradimi. Domethënë, nëse flasim paksa edhe politikisht, këto 2 vite nuk ishte, nëse flasim për qeverinë, nuk ishte përmirësimi që pritet, por nga ana tjetër është shumë e madhe kërkesa për fonde. Domethënë, ne e shohim tek biznesi, e shohim tek tatimet, e shohim tek pjesa e pagesës taksave, po nga ana tjetër duhet shohim një shtet që ka një shtrëngesë të madhe për të bërë investime, për të rritur shpenzimet, dhe me sa duket rruga më e shkurtër në të rast është kjo. Pra që me një Pra forco kontrollet në mënyrë që të marrësh atë pjesë që ekonomia gri nuk ta jep. Një aksion shumë të fortë, nëse mund ta quajmë kështu, të rikuperojmë atë që do kohë të rikuperohet, për masa e borxhit është e tillë e lartë, FMN-ja bën presion, përmirësohet administrimi fiskal edhe gjitha apo e përmirësojnë në këtë mënyrë? Me këtë aksion? Apo nuk është në mënyrë e dur? Eksperjencat paktën në 2 vende fqinj që unë e kam lexuar, po edhe në vende tjera, Gjergjia është një rast tjetër pavarësisht, fakt kanë ardhur disa këshilltar, ish kryeministri Gjergjan e tjerë, përdorin edhe këtë që quhet masa radikale. Pra Serbia, Maqedonia, Gjergjia janë 3 vende në Europë që e kanë bërë brenda një kohë të shkurtër këtë pjesën e kuponit, sidomos, edhe pjesën. Kanë patur sukses? Domethënë me masa të forta, duke treguar tjetrit edhe burgun në rast se nuk e lëshon kuponin. Rasti i Serbisë është shumë kanë përmirësuar, si thua? Rasti i Serbisë është shumë i sqaruar në literaturë, edhe literaturën e të FMN-s. Ka zgjatë rreth 3-4 muaj. Quhet histori suksesi? Po, patjetër, ka zgjatë 3-4 muaj, madje ka qenë më represiv se në Shqipëri. Ka qenë më shumë grupe. Ka qenë me kontrole që thuaj shkonin dhe 3 herë në ditë në një biznes. Duke nisur që nga mëngjesi, duke i matë inventarin, varësisht. Pra nuk është se kjo gjë po ndodh vetëm ke ne. Perceptohet nga disa njerëz e mendojnë profesor, ore çfarë po ndodh këtu ne. Edhe në darkë, edhe tjerë. Do të them, flasin edhe fjalë të tilla, shtet policore me radhë. Serbia ka bërë këtë, në mos gabojmë vitin 2000. Pra 15 vjet përpara? Po, 15 vjet përpara. Me njëherë pasi mbaroi luftën me Kosovë. Pati sukses. Pasi mbaroi luftën me Kosovë. 3-4 muaj. Maqedonia po ashtu 2000 ose 2001 mos gaboj, edhe ajo pa ato problemet që kishte me shqiptarët, themi. Po të njëjtën qasje dhe fqinji maqedonez. Cila ishte shkaku? Shkaku ishte se këto shtete, sidomos Serbia, edhe Bosnia ka bërë pak para, por nuk është shumë e sqaruar në të paktën në këto studime, vinin nga pas luftës. Pra pas një super shpenzimi të madh, që do të thotë që nëse Serbinë e bombardoi NATO, harxhoi fonde në Kosovë e tjerë, krijohet një valë e re. Buxheti ishte trokë, thua se kishin nevojë për fonde. Krijohet një valë e re shpenzimesh, një valë e re veteranësh, nëse mund ta quajmë kështu, një valë e re ndoshta invalidësh e tjerë. Pra krijohet një nevojë shumë e madhe për fonde dhe në Serbi është shihet si një nga rastet e suksesit. Zgjidhja e parë forco kontrollin, u rritën 30 deri në 40%. Kufizohen formalitetet. 30 deri në 40% të ardhmën të vështirë, tatimet e tjera diku te 20%. Pra për 4 muaj. Po kur e kam lexuar, masa vërtet represive. Kur them represive edhe në numrin e kontrolleve, po edhe në pjesën e gjobave, po ishte viti 2000 dhe në momentin që unë mund ta kem lexuar para 4-5 vitesh, Shqipëri ishte ende e paperceptueshme që mund të bësh. Po, doktor Rullaku, po ju jepni shifra, sillni shifra të një vendi, domethënë të rajonit ton, 15 vjet përpara. Madje unë kam thënë edhe me shaka se ndoshta kryeministri Rama duke takuar ka shumë shpesh kryeministin serb mos kanë marrë edhe në këtë rast edhe konsulencë për këtë pjesë. Juve thoni që 30-40% si thua shtesë të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Ndërkohë që shifrat për shtatorin, për shembull, që i kemi paraprake, nuk tregojnë një rritje. Shtatori në fakt është i deklarimit të gushtit në shtatorin. Kështu që nuk mund të marrim si bazë shtatorin. Në Shqipëri është një situatë e jona e Shqipërisë. Pra, bizneset në Shqipëri janë mbledhur, janë shtrënguar, nëse mund të themi, kanë pezulluar një pjesë shitjeve, kanë ndryshuar tërësisht cilën e tyre, ato që janë më shumicë. Është në të mirë të tyre? Po rregullojnë letrat, si thua? Nuk e kam te pjesa e letrat, po jo vetëm letrat, po në këtë rast po tentojnë edhe të paksojnë aktivitetin për të mos, nëse mund të themi, mos rritur detyrimin, edhe kjo është një problem shumë i madh,
Shto këtu dhe faktin që kemi ende një problem shumë madh që është ajo që quhet kufiri i regjistrimit. Do kemi një kurrje të aktivitetit ekonomik vetëm për kufiri i regjistrimit që momentalisht është 5 milion për TVSH-n, pra 5 milion lekë të reja në vit. Fakt do t'i bëj pyetjen pikërisht profesor Binajt. Dhe ka shumë biznese që po tentojnë tani me maksimumin që të mbeten poshtë kufirit, por pengojnë biznesit madh tani me ndryshimet e reja e ka shumë vështirë të shes qofse nuk shet me faturë. Dhe në fakt më përpara, ju lutem ta dim të gjithë qytetarët që na ndjekin, ka qenë praktik shumë e rëndomtë që ta jepnin mallin grosistët, pra bizneset e mëdha tek biznesi i vogël pa faturë. E shpreu dhe vetë ministria e ka qenë deri në 90%. Pra shitjet e biznesit madh pagunin në kesh, vetëm e vetëm që të mos 90% ka qenë me kupon, pra ato më thonë se bënin sikur e shisnin me kupon për të justifikuar faktin se duhet ta nxirrin. Profesor Binaj, përmendi pak pragun. Si jeni? A jeni juve për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar? Shiko, me që përmendi këtë përvojën e Serbisë, me thënë dhe vende Ballkanit, ne jemi edhe profesor Rumullaku e ka të qartë që Shqipëria në raport me vendet e tjera të rajonit, të hyrat në buxhet, ose i ka 34% më pak se sa këto të tjerat nga tatimi i taksës. Jemi ndër nivelet më të ulta. Do të thënë është një nivel shumë i ulët, por unë mendoj që se ne tash shiko, që të bëjmë një operacion ne një herë duhet të zbulojmë sa shkaqe, nga na ka ardhur kjo dhe si na ka ardhur kjo. Unë mendoj që qeveritë e mbarshme nuk ka rëndësi të majta apo të djatha, janë fajtore për një gjë dhe unë kam thënë dhe në sy, edhe ministrave përkatës që kanë qenë, që kanë vënë një fazh 2 milion. Në qoftë se i lexojmë, unë për shembull këtu kam eksperiencë. Për biznesin e vogël. Unë kam këtu me qarkullim 2 milion lekë, 20 milion lekë të vjetra në vit. Dhe e kam parë këtë me shumë kujdes dhe në asnjë vend të botës nuk ka kufizim të vëshaj. Nuk ka kufizim. Nuk ka prag, nuk ka deri në 2 milion ti nuk do paguash të vëshaj. Dhe e quhen biznes të vogël. Edhe në Amerikë. Nuk ka në asnjë vend. Ti edhe sikur një lekë, edhe dini fare ai që shet. Shiko, edhe sikur 1 lekë xhiro të bësh, do me thënë ti je detyruar që të llogarisë të vëshëm. Pse? Se të vëshëm quhet tatimi vlerën e shtuar dhe paguaj unë si konsumator. Por cili është problemi këtu? Po t'i referojmë Serbisë me që përmendi dhe profesor Rumullaku. Për shembull, Serbia ka të vëshën ose vatin, për shembull e ka standard 20%, por pastaj ka shkallëzime. Për shembull ka 10%. Pra e ul. Do me thënë ka 10% për grupe të caktuara, për serviset, për milkun, për artikujt e vojt parë, për zarzavatet, për mishin, për peshkun, do me thënë e ka të shkallëzuar, ose për shërbimet në servisa. Pra, ne duhet bëjmë këtë gjë. Ta shkallëzojmë. Nuk mundet ne që të ecim. Nuk mund ta lëm gjithë njëri 20%. Nuk ka një problem që mua më duket se edhe këta profesionistët nuk them se s'dua t'i ul, për shembull dhe këta tatimet. Ore ka problem, biznesi i vogël nuk i kreditohet të vëshëja, më dash. Bëhet shkallëzimi në këtë nivel, ai e merr me faturë 20% nga biznesi i madh nga distributori dhe paguon 6 apo 7. Për shembull, ka vende që kanë 6%, ka vende që kanë 7%. Për shembull shërbimet e ndryshme, artikujt e nevojës parë, ka artikujt e luksit që mund shkojë dhe 25%, mund shkojë dhe 23%. Ama 6-7 është biznesi i vogël normal. Parë mund shkojnë 6-7. Për shembull turizmi në Bullgaria e ka 9%, Maqedonia ka 5%. Pra, unë nuk kam të drejtën e kreditimit. Unë vërtet e marr mallin me 20% të vëshën nga biznes, por unë nuk e kreditoj këtë. Por unë i paguaj shteti 7% të vëshën. Pra dhe logjika juaj është mos e tatoni biznesin e vogël 20%. Po, pra tash, jo 20%, se kjo për shkallëzoni, uleni. Duhet dallojmë që është tatimi që janë taksat, sepse kjo është tatimi vlerën e shtuar. Tatimi vlerën e shtuar e paguan konsumatori, sepse ai e fut direkt në çmim. Kur unë marr atë kuponin atje, e kam paguar unë këtë. Dhe ti ke të drejtën vetëm ta grumbullosh të tatimi vlerën e shtuar, si janë eksperiencat e vendeve tjera, dhe ti atë buxhet shtetit. Por pa të drejtën e kreditimit. Pse? Sepse kështu e rëndojmë shumë sistemin ne. Do me thënë, qoftë se ai biznesi i vogël kërkosh të rimbursosh le të themi vjetra mira sipërmarrës. Do llogaris diferencën, ne i bjem një mesatare. Sa mund shkojë kjo diferencë, mund shkojë 7%, ai paguon 7%. Por pastaj biznesi i vogël, siç e kanë bërë Zvicra e vende të tjera, i heqim gjitha detyrimet e tjera. Dhe do themi, cili do jetë kufiri i biznesit vogël në Shqipëri? Pikërisht ne këto gjëra nuk i kemi bërë. Pra, që të krijojmë një standard, të krijojmë një sistem të qëndrueshëm. Jo sistem tash nuk mund bëhet mirë, dakord. Unë jam dakord me këtë se edhe Polonia e vendet tjera të lindjes që e kishin shumë problem këtë gjë me masa represive kanë bërë në fillim. Por kanë bërë këtë tjetër, kanë bërë shkallëzimin.
Ti se ke bërë, ka ngritur sistemin. Maqedonia ngriti sistemin. Gati të gjithë e kanë bërë. Ti se ke ngritur sistemin. Çdo të thotë sistem që të lidhësh kasën. Dhe unë s'kam pse të raportoj tash online, për shkakun se sa janë xhirot e mia për ditë. Një biznes i madh. Kur ti ke paguar 12 milion për këtë sistem që ke futur, dhe akoma pse se ti bën eksperimente më shpirt. Ti nuk merr atë, vërtet që shteti mund të investojë në një sistem që i duhet me çdo kusht dhe ai mund ta shlyejë vetë shumë shpejt, edhe 60 milion euro, por ama në sistem dhe ti po ngritë sistem. Nuk ke nevojë të dërgosh grupet, se grupet do i bësh me analizë risku dhe do i çosh atje ku ty nuk të ecën. Por ja, këtu ka një problem për shkakun sepse jo disa herë në sepse ministri deklaroi që unë në fund vitit do mbush buxhetin e shtetit 300 milion të ardha. Ti je i bindur që s'ka për të bërë gjë. Pse? Se ka filluar keq. Sepse ai që duhet paguante ishte biznes i vogël, por duke bërë shkallëzimin e TVSH-s. Sepse biznes i madh, për shembull, atë që tha dhe profesor Rumbullaku, biznes i madh e ka paguar TVSH-n, se i ka rënë kasës kot. Për të justifikuar mallrat që ka fut nga importi. I ka rënë kot. Për shembull, duke qenë që biznes i vogël, që të mos rritë xhiron mbi 2 milion dhe të ishte në nivelet e 25.000 lekë të reja të atim fitimi, ai nuk i merrte faturë. Ai mund bënte xhiro 20 milion lekë të reja dhe ai deklaronte 2 milion. Ja pra, sa në probleme ka futur tani biznesin e vogël. Pikërisht, ky është një problem. Sepse është diferencë e madhe shumë. Dhe çfarë bëri kjo tash? Kjo bëri këtë, që shumë biznese vërtet i mbylli qepenët, por kjo do ndodh një ditë, sepse ne kemi në fundit biznese ose për shembull në gjithë botën kur çohet një licencë, për shembull në këtë rrugë do ketë kaq furabuke, kaq këtë, ka licencim. Po jo kështu si ne. Për shembull, bëra unë një kafe këtu, hope dhe tjetri atje në krahun tim më kafe. Domethënë kjo në një farë mënyre e bastardon biznesin dhe konkurrencën e lirë. Dhe do vinë ditë që do mbyllen. Por cili është problemi tash? Është problem social, impret. Nëse ti do ndiqet, se nuk janë pak, janë rreth 112.000 biznese që janë të këtyre niveleve. 60.000 janë të paktën aktive. Janë të këtyre nivele, sepse bizneset e mëdha dihet aq. Por u them që ne TVSH-n, sepse ne akoma nuk kemi ndërtuar një strategji që kush do të jetë burimi kryesor i të ardhurave për shembull në buxhetin e shtetit. Duhet të jetë biznesi i vogël, duhet të jetë taksat e drejtë për drejta, apo duhet të jenë korporatat. Ne se kemi ndërtuar këtë. Po të marrim buxhetin amerikan, ai di shumë shifrat. Buxheti amerikan vetëm 35-40% ka pjesë në buxhet që janë korporatat e fuqishme. Dërsa pjesa tjetër vjen nga taksat drejt për drejta. Dërsa ne këto i kemi nivele shumë të ulta. Pikërisht profesor. Biznesi sa kontribon buxheti i shtetit e diti? 5%. Ti e shikon ku jemi? Po si shumë e vogël edhe ne themi nuk nxjerr dot djalë nga pleshi. Unë them që ka ardhur koha që të ulim, domethënë të heqim shkallën e 20% të TVSH-s për të gjithë. Domethënë ta shkallëzojmë biznes e vogla, të heqim fashën 1, ndërtojmë sistemin 2. Por të drejtohemi dhe taksat e tjera. Ti sot në këto 2010 për shembull, ti ke prodhuar gjithë këto kapitale. Ti do thuash po jo, unë kam të pa hipotekuara dhe s'kam marr hipotek rreth 30-40%. Pavarësisht zotëri, s'ke marr hipotek, po bën aktivitet, atëherë mua më paguaj tatimin qira. Kaq. Dhe kështu them që do kishte. Atëherë, doktor Rumbullaku, pam mendimin e profesor Binajt se si mund të gjendet zgjidhja me këtë aksion kaq të fortë qeveritar me përshkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Ndërkohë, kemi një problem ose një çështje shumë të mpret që ka të bëjë me evazionin e mirëfillt fiskal. Ky evazion, sipas mendimit të shumë specialistëve, nuk qëndron thjesht tek biznesi i vogël, me këto kontrollet, si thua, fizike të tatimorëve tanë, por qëndron tek kompani që janë të regjistruara, por janë të formalizuara me dokumentacion në shtet, pra të kompani të mëdha, po që bëjnë evazion me mënyra të ndryshme, sepse janë të zonja ta bëjnë. Sipas mendimit tuaj, vërtet po luftohet evazioni kryesor gryes në ekonominë tonë me këtë veprim të rësor të sotëm të qeverisë që ka filluar nga një shtatori, apo duhet edhe në një mënyrë tjetër, me inteligjencën, le të themi, tatimore, jo thjesht me kontrollet fizike? Tani, së pari, për mua, gjëja më e rëndësishme në këtë situatë është fakti që është rikthyer një vëmendje shumë e madhe e shtetit edhe pa diskutim edhe opinionit publik. Ne ka marrë seriozisht, ta themi kësaj radhe edhe po duket që tek çështjet diçka e mirë do të dalë. Çështjet tatimore. Para disa muajve
çështjet tatimore mbeteshin në një diskutim relativisht sekët, të thënë drejtën, më shumë diskutim teorik, tatim e zëm, tatim i thjesht, tatim i shesht apo tatim progresiv apo element tjerë, pa hyrë thellë në pjesën e menaxhimit, pjesën e administrimit, pjesën e nëse mund të themi faktin si duhet trajtohet një biznes i vogël, i mesëm, i madh etj. Kuptohet që këtu kemi një situatë me shumë problematike. Në lidhje me faktin se sa pjesë e madhe e problematikës zë për pjesën e secilit biznes, tek biznesi i vogël, problematika është totale. Pra, është totalisht ne mund të kemi shumë biznese në Tiranë, mjafton se cili qytetar mund ta shohë nëse shef një kupon. Dhe nëse ai kupon nuk ka të vëshë, kupon i rregullt, sepse tani ka më shumë kupona të rregullt. Nëse ai kupon nuk ka të vëshë. Dhe nëse vetë qytetari percepton që ai subjekt ka një xhiro, po e them me lekë vjetra mbi 120.000 lekë vjetra në ditë, kaq është. Që shkon mbi 2 milion. Jo, shkon mbi 5 milion. Mbi 5 milion të deklaruar. 120.000 lekë vjetra. Atëherë ai duhet të jetë në TVSH, po nuk janë në TVSH. Ende nuk janë në TVSH. Me qindra e mira nuk janë në TVSH. Sigurisht. Restorante që kanë xhiro të mëdha, baret në qendrat e qytetit. Kjo mund që përbën evazion fiskal në fillt. Më kollaj duke e ulur ende më tej, duke ulur ende më tej kufirin, po pra duke bërë 2 milion, duke bërë kufirin minimal të, nëse mund të themi, shitjeve. Dhe më pas kuptohet dhe gjithë fluksi nga importi në shitjen me grosisë dhe gjithë tjerë. Është tani për hera parë që nëse mund të themi administrimi, Ministria e Financave po tenton me këto ndryshime që të ndryshojnë që balancën, nëse pyetja që unë e kisha për ju, më falni se po ndërpresësh në kanal. Ore, neve kemi gati 2 dekade e shumë që pjesën më të rëndësishme të të ardhurave fiskale e marrim nga doganat. Ndërkohë që nuk duhet të jetë kështu. Apo jo, kemi një ekonomi tashmë. Ajo është diçka tjetër, po deri para 6 muajsh fokusi më i madh ka qenë te doganat, në sensin e perceptimit, në sensin. Madje u folë se do shkriheshin që ndoshta do i bënte mirë luftën ndaj evazionit. Ishte Crown Agents, mendimi im personal ka qenë që marrja atyre ka qenë, nëse mund ta quajmë gabim, ka qenë gabim për faktin sepse në fakt e kishin nevojshme tatimet, një konsulencë dhe një kontroll ndërkombëtar, nëse mund të themi një kompanie, se sa e kishin doganat dhe të dyja kishin, por le të themi më shumë tatimet. Po, perceptimi ynë i gjithë publikut ishte që doganat bëhet çdo gjë etj. Evazioni fort dhe u bë investimi, nëse mund të themi, i asaj konsulentit doganat, po doganat pastaj kanë në këtë situatë rezultati ishte i tillë që duke lënë konsulencën te doganat, nga doganat vinte shumë informacion besoj për ministrin dhe për kryeministrin, ndërsa për tatimet nuk vinte informacion dhe vazhdonte vëmendja mbetej te doganat kur te tatimet këtej situata ishte më problematike, pjesa e korrupsionit ishte më problematike, rishfetet ishin më të konsoliduar etj. Dhe rezultati ishte mundësia përmirësimit shumë e madhe, por rezultati vinte pothuajse njësoj gjithmonë. Në fundit ta themi shkurt, situata në Shqipëri në fund të çdo muaji shpesh thjeshtohet në një rast të tillë që drejtori ka një plan mujor, ka dhe rezultat në vjetshëm, ka dhe shumë borxhe nga bizneset, ka dhe shumë mundësi për të mbledhur dhe shpesh në shumicën e rasteve të vitit fund drejtorët kanë vendosur të mbledhin aq sa mbledhin vitin e shkuar. Dhe kanë filluar të falin, kanë filluar të mos kërkojnë borxhe tatimore, duke bërë, nëse mund të themi, ndere, në thonjza, dhe duke mbetur situata tatimore që është e habitshme ta mendosh për 5-6 vjet thuajse e njëjta mbledhje e të ardhur. Pra mund të kishim inflacion, raport me produktin e brendshëm. Jo me produktin e brendshëm binte. Po them me shifrën. Pra nëse mbledhin 100 lekë në 2010-ën, është mbledhur po pra 100 lekë 2011-ën, 100 lekë 2012-ën, 2013-ën, madje edhe muajt e parë të 2014. Pra nuk kanë lëvizur. Ruaj thuajse e njëjta shifër, sepse ishte thjesht një vendim. Sa të mbledhim, sa e kemi plan apo sa mblodhen vjet? Po mbledhim sa mblodhen vjet. Pra vetëm së fundi ka më shumë tentativa te pjesa tjetër. Pjesa e menaxhimit, pjesa e mbledhjes borxhit. Pra ka shumë kompani që mund të bëjnë deklarata dhe nuk paguajnë.
E ka ngritur në fakt edhe strukturat serioze të shtetit tonë që bëjnë dhe auditime profesionale, për shembull kontrolli i lartë i shtetit, ka folur për një borxh shumë të madh tatimor. Profesor Binaj, nga praktika juaj, si mund të menaxhohet ky borxh? Tregoi dhe si problem edhe doktor Rumbullaku. Cilat do të ishin rrugët më të mira që duke mbledhur këtë borxh tek e fundit do rriten në mënyrë automatike edhe të ardhurat e fiskos shqiptare? Mirë, borxhi se tash duhet ndarë, domethënë mirë, dakord që the flet kontrolli i shtetit, sepse kontrolli i shtetit vetëm jep rekomandime. Është detyrë e tij. Puna, kjo është detyrë e tij sipas ligjit që në këtë vështrimin tim kontrolli i shtetit nuk duhet të ngelet në kuadrin e rekomandimeve, po ai duhet marrë se unë kontrollin e shtetit, si themin e quaj një institucion shumë të rëndësishëm. Është kushtetues edhe bën detyrën e tij. Por për sa i përket problemet borxhit që kanë shumë subjekte ndaj tatim taksave, tash këtë mund ta përmbledhësh në një fjalë borxhi keq. Sepse ti nuk jam një lloj si borxhi bankave, që nuk ja kthen dot. Ti nuk jam mentor sepse ai normalisht mund të jetë në prag falimentimit, siç tham aty, ose mund të ketë shpallur falimentimin, ti thua po mirë, unë për këtë borxh mund t'i marr asetet, ajo mund të jetë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe deri në një shkallë nuk jam merr dot gjitha, se prandaj quhet shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Kuptohet, nuk paguhet. Por shiko, problemi për mendimin tim nuk qëndron. Ne akoma nuk kemi institucione të konsoliduara. Ne fushata le të bëjmë sa të duam, por në qoftë se ne do të vendosim institucione të konsoliduara, pra direkt në zbatimin e ligjit, siç e kanë bërë dhe vendet tjera. Për shembull, Gjermania tash ka futur një lloj sistemi që ti s'ke nevojë të shkosh subjektit për kontroll fare, e kontrollon direkt nga ekrani. Se ku është, ku s'është. Pse se ajo është e lidhur në rrjet, për shembull, dogan, tatime, qendër, bashki, janë lidhur gjitha. Shkon në Kroaci, ke një tillë dhe shikon historikun e çdo firme për 10 vjet, në vimësi. Dhe nuk kem se të rishti tash, po mirë ai subjekti doli me humbje kapitali 3 vjet rresht dhe unë duhet të shpall falimentin. Por zotëri, ti nuk mund ta bësh këtë, pse? Sepse në fundit unë do të ndjek aktivitetin tënd. Ky aktivitet del me humbje, del vërtet me humbje? Pse është me humbje? Pra, këto të reflektohen nëpërmjet një sistemi. Ti nuk e ke sistemin të konsoliduar. Pastaj, ajo që është tjetra, që ne duhet të jemi realist, se nëse nuk atë i thash dhe në fillim, që nëse ti nuk njeh shkallën e zhvillimit të një vendi dhe kulturën e një vendi, nuk ndërton dot sistemesh. More, hajde vërdall disa duhet, sepse nuk bëhet kjo për shembull, e sa do vazhdojësh ti këtë aksionin, dakor, do ta vazhdojësh aksionin, se dhe kryeministri ka thënë aksionin do ta vazhdojë, ta vazhdojë. Kanë vazhduar në vende të tjera 3-4 muaj. Ai aksionin duhet ta lidh me sistem, siç e kanë bërë të tjerë, siç e ka bërë Kroacia, siç e ka bërë Serbia, siç e kanë bërë të tjerë. Do të thënë kanë investuar në sistem. Kanë investuar dhe te njerëzit që përdorin sistemin, sepse ka të bëjë edhe me kulturën e njerëzve. Se tash mirë ne do ta bëjmë. Por administratën tatimore ne e kemi të niveleve që ajo është një administrat krijuese, që ajo administrat shikon për të ardhmen, që ajo është një administrat vizionare, apo kemi një administrat, për shembull sistemin e që vete ai dhe e quan biznesin sikur biznesi pronë e tij. Ai nuk e kupton që biznesi. Shkon si kundërshtar. Biznesi është ai që prodhon më. Është vegla e punës e shtetit biznesi, vegla e punës e shoqërisë. Se në fundit ai prodhon. Deri dije për shembull ti kishe një ekonomi centralizuar, tash ke një ekonomi të lirë. Atëre, në fundit kush është njësia ekonomike e biznesit? Njësia ekonomike e biznesit në fundit është pjesë e pasurisë kombëtare. Pra ai prodhon vlerë. Atëre derisa prodhon vlerë, ti nuk ke pse sillesh. Unë nuk jam kundër asaj për shkakun që ai të mos kërkojë zbatimin e ligjit, po varet se si e kërkon ligjin ti. Prandaj tjetra, pra ka një kontradikt, shiko, ka një kontradikt për shkakun që është krijuar. Është nga forma, që është krijuar, ka një kontradikt. Cili është kontradikta? Mirë ti po më kërkon mua të der detyrimet edhe me reprezalje, edhe me forcë, dakord. Unë s'kam asnjë kundërshtim. Është forcuar shumë fat. Legjislacioni edhe me kodin penal. Si ti si qeveri, këto të ardhur që po merr mua nga biznesi, që është në fundit puna ime, djersa ime, vlera e shtuar. Si po më jep ti llogari se si i përdor ti këto para? Ke parë gjikundin ti të ngrihet ai për shembull, ministri e thotë, o zotri, unë kam marrë këtë fond buxheti, kaq milion lek dhe kam përdorur në këto gjëra. Hajde shikojeni çka kam bërë. Ke parë ti transparenca se ku alokohen fondet. Po transparenca, jo thjesht për shembull dhe kontrolli i shtetit, po transparenca dhe para, për shembull një oponence të shoqërisë civile. Që unë të jem transparent. Për shembull, ta zëm, ministri që merret me rrugët, të nxjerr komplet gjithë fondet që ka, ku i ka përdorur, si ka përdorur, dhe të pres oponencën e shoqërisë civile. Për një këshill fiskal të pavarur nga qeveria?
Po, të që mund të ketë, të që të themun, se disa halka, o komuniteti biznesit, e kodi u funksionojnë gjortu, po puna e se qiko, puna e se qa bëjnë më shpi. Se qëllimi nuk është kuj që të mlidhet një komitet biznesi. Qëllimi e si e bën kjo oponencën. Pra, në qofë se unë si biznesi derda këto para, si i përdore ti këto para si qeveri, mi jepu nga logariti. Kështu që të shi, përsot a i përshon biznesi, po miro, po unë boja, po ku ven parat e mija. Ata parat i vjedhen. Dhe ty të kryojët, qiko, të kryojët një opinioni tillë. Në qofë se ti e transparent, me publikun, me biznesin, për shumë që vërtet i more këto para, po unë të shi po i përdor për investimin në interes. Që edhe ta bindësh. Që edhe ta bindësh. Prandaj po përdor dorën e fortë. Edhe biznesin do të vjetë more vërtet unë këto po i hedh këto para, po mua po më rregullohet rruga, po më përmisohet spitali, po më përmisohet policia, pra nuk kemi transparencë. Doktor Rumbullaku, apo bindet biznesi për të, si thua, dashamirësi të qeverisë, edhe duke përdor dorën e fortë, pra pa dorashk, dorën e qelnik të shtetit, edhe nëpërmjet masave represive, edhe nëpërmjet masave, le të themi, të kodit penal, pra të tregon nga njëherë edhe derën e burgut në rast se ti vazhdon me evazonin e formalitetin tënd. Kolate profesori. Po. Ne paktën tani në Shqipëri kemi edhe disa kompani auditime dhe ndërkombëtare që kanë edhe staf që përdorin edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe eksperienca e tyre paktën me atë që tregojnë është që në Kosovë sistemi tatimor është me sjellje tjetër, totalisht ndryshe. Pra është sjellje kryesisht nëse mund të themi ndihmëse ndaj biznesit, nëse ai të zbulon tre shkelje për njërën të, nëse mund të themi të këshillon, edhe të lë kohë për një tjetër pastaj edhe mund të gjobis e tjerë, po nuk është. Edhe Kosova e ka të përshkallëzuar. Nuk është se ka Bires nuk e dilet më korrigjoj profesor Rumbullaku, bires edhe këto vende e Europës tashi për mallat që bëjnë nga importi, ka vendosur një rregull që ti të vëshën import mund ta paguash edhe mbas një viti. Shiko, po ka element ndryshëm fakt, po e kisha në këtë që është që fillim, domethënë, që momentin e parë biznesit të tjerë, pra është më shumë këshillimi për shkeljet që janë nga pakujdesi, se sa madje ajo që të thonë po ashtu për Kosovën, që në Shqipëri duket e përcjell. Në momentin që ti e këshillon dhe i vendos gjobën për një gjë tjetër, pra për njërin e këshillon për tjetrin e gjobit, pavarësisht se në Shqipëri është pak e perceptueshme, pronari apo drejtori i jep dorën inspektorit kur mbaron. Faleminderit. Shërbeve si shqiptar ndaj me. Edhe pse ka marrë edhe një job. Dhe jo, kjo bëhet. Ama më bën mësim që të mos e përsëris më. Ata këtë bëjnë transparente. Ndërsa këtu tek ne, nëse një biznes ka 3 shkelje, po them, po njëjtën krahasim po mbaj. Me gjas ndoshta mund zbulohet vetëm njëra, se ndoshta edhe inspektorët nuk e arrin ta zbulojnë dot shkeljet dhe i shtojnë edhe një tjetër. Pra një që nuk është shkelje, ja... Doktor Rumbullaku, le t'i lëmë të si argumente, sepse kemi edhe, do marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare, dhe mi edhe t'i themi pikërisht argumentet që ju e po trajtonit.